Presim ndryshime, të gjithë demokratët kërkojnë ndryshime në struktura drejtuese të Partisë Demokratike. Kërkojnë rifreskim të Këshillit Kombëtar, kërkojnë rifreskim të kryesisë, rifreskim të drejtuesve të qarqeve. Pra, pritet një ndryshim dhe të paktën me atë që doktor Berisha ka thënë publikisht, por edhe në takimet që ka pas me ne kryetarët e degëve, patjetër që do të ketë ndryshim shumë të madh, qoftë në rifreskimin e strukturave, po qoftë edhe në mundësinë dhe në drejtimin e Partisë Demokratike dhe në organizimin e saj në tërësi. Kjo pastaj e bën Partinë Demokratike më të fortë edhe në zgjedhjet e vitit të ardhshëm? Ky është qëllimi. A do t'ja arrim, a nuk do t'ja arrim, kjo është diçka tjetër e cila do duket me kohën, e cila do duket me rezultatin që do të sjellë Këshilli i Ri Kombëtar, zgjedhja e personave do të jenë personat e duhur. Patjetër kemi patur probleme, edhe në burimet njerëzore apo edhe në përbërjen e Këshillit Kombëtar. Ne kryetarët e degëve jemi antar të Këshillit Kombëtar dhe nuk kam asnjë lloj kompleksi të pranoj atë çka është e vërtet, që për të zgjedhur në Këshillin Kombëtar në vitin 2022 kur ka qenë kuvendi i fundit, ka qenë një garë e jashtëzakonshme. Edhe me deklarata hatërmbetje, siç ndodh zakonisht, që kur është çështja te gara, të gjithë mendojnë që janë më të mirët, duan të garojnë dhe duan të jenë fitues, por pastaj rruga është e gjatë, është 4 vjeçare dhe në momentin që jo të gjithë patjetër nuk diskutohet, po një pjesë e tyre, mbasi marrin këto pozicione, mbasi marrin këto vende në Këshillin Kombëtar, i konsiderojnë honorific dhe angazhimi i tyre është minimal. Kjo gjë duhet marrë fund. Pozicionet në opozit nuk janë honorific, secili duhet mbajë përgjegjësi, ka detyra të qarta, të sanksionuara me statut, dhe duhet marrë përgjegjësinë e vet dhe duhet ketë angazhim të përditshëm, të përjavshëm, të përmuajshëm dhe në bazë të atyre që u ndi, do të ketë një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si do të organizohet Partia Demokratike dhe si do